Fëmijët e vegjël duhet të kryen me patjetër vaksinat e moshës. Bluzat e bardha konfirmojnë se kemi një ulje të numrit të vaksinimeve. Edi Mone, mjek pediatër, tregon se ulja e numrit të vaksinimeve kryesisht tek grup moshat 0 deri në 1 vjeç vjen si rrjedhojë e hezitimit të prindërve për të kryer mbrojtësen kryesore të shëndetit nga virozat. Moskryeja e vaksinave sjell më pas, sipas Mones, pasoja në shëndetin e tyre. Edhe kjo është pyetje me shumë vend, edhe kjo meriton situash jo vetëm një intervistë, po një emision, për arsye sepse problemi i vaksinimit ngelet një problematik, jo vetëm për neve në këta ambulator apo në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë. Flasim për ambulatorin ton, sepse gjithmonë këto kemi, si të thuash, fakte dhe këto duhet që të paraqisim, është që përsa i përket vaksinimit të grup moshës 0-1 vjeç, neve jemi mirë dhe kemi, si të thuash, atë hap që i bën mbrojtjen efektive tek fëmijët. Kemi një çalim të vaksinimit në moshën 1 deri në 2 vjeç për shkak se prindit ezitojnë që të bëjnë vaksinën e moshës 1 vjeç, janë 4, si të thuash, 4 antigene që jepen nëpërmjet një vaksine që është 3, që quhet FRP, dhe një tjetër që është kundër streptokokut. Dhe ata kanë një hezitim dhe këtë vaksinë shtyjnë. Hezitimi për të kryer vaksinën, sipas mjekut Edi Mone, vjen si rrjedhojë e lajmeve të rreme se vaksinat sjellin probleme tek shëndeti i fëmijëve. Sipas Mones, të tilla lajme që qarkullojnë janë të pavërteta pasi nuk kanë asnjë bazë shkencore. Pse? Se arsyeja është që njerëzit në mënyrë të painformuar dhe pa njohje hapin iden sikur këto vaksina janë të dëmshme për shëndetin e fëmijës. Dhe që nuk ka një bazë, le të themi, shkencore. Asnjë evidencë shkencore nuk e ka vërtetuar këtë. Flas për studime të cilat janë kohort që përfshin qindra mira miliona fëmijë të cilët janë vaksinuar. Dhe asnjëra prej tyre nuk tregon një lidhje shkak pasojë midis vaksinës dhe çrregullimeve të zhvillimit tek fëmijët. Për të gjithë prindërit që hezitojnë të kryejnë vaksina tek fëmijët e tyre, Mone konfirmon se vaksinat janë mbrojtëset më të mira të shëndetit. Deri më tani, sipas Mones, në botë nuk ka asnjë rast të konfirmuar shkencërisht se vaksinat sjellin probleme shëndetësore tek fëmijët. Çfarë do thoje nga eksperienca personale për ta përmbyllur këtyre prindërve të cilët janë ende skeptik pse fëmia e tyre duhet bëj vaksinën, apo shpesh që thonë që vaksina ka stimuluar tek këta probleme shëndetësore? Nuk është, si të thuash, aq e lehtë që të them me një përgjigje që unë do t'i mbush mendjen dhe do t'u them atyre që ata t'i bien fëmijët. Ajo që mundet që të them është, unë inkurajoj që fëmijët të vinë dhe t'i bëjnë vaksinat, për arsye sepse ajo që unë mund të them vetëm është që në përvojën time 40 vjeçare, neve nuk kemi raste të mirëfillta të vërtetuara që vaksinat të ketë shkaktuar probleme të zhvillimit të fëmijës. Prandaj, ata duhet që t'i bëjnë këto vaksina për arsye se mbrojtja që ato shkaktojnë, pra të përsëmundjet, është e domosdoshme. Ju e dini shumë mirë që fruthi, apo rubela, apo tek gratë shtatzana, tek fëmijët, shkaktojnë sëmundshmëri shumë të madhe dhe dëme shumë të mëdha. Kështu që është e kotë që do të them që kjo vaksinë ka shumë më tepër avantazhe se sa efekte anësore. Dhe efektet anësore janë të ngjashme me gjitha vaksinat e tjera që bëjnë. 1 deri në 2 ditë më pas kanë shqetësim tek vendi i injektimit dhe temperaturën, po asnjë rast tjetër nuk kemi vërejtur që të them që kanë bërë dëm të tjera. Faleminderit. Ju lutem. Vaksinat që kryen te grup mosha 0 deri në 1 vjeç, por edhe në 2 vitet më pas, janë me detyrim ligjor për çdo fëmijë që do të frekuentojë qerten, kopshtin dhe shkollën.